Edhe për mu ka qenë shumë abi kërë kom pa, mu ka pas duk interesant, më duket që me njerë kërë nalë telefoni, thash antikonës, shumë tip interesant, po punoj ka shkallë, po punoj ka dyrë, e pa me tulla të zidu edhe ka qenë shumë interesant. Që shekinis këtë punë? Atëherë, unë jam parukjere në profesionin tim të vërtet. Jam parukjere dhe profesioniste në parukeri. E njoh mirë, do më thënë, gjdo lloj detaj të parukjerës. Do më thënë, vetëm hiq thojt që nuk jam marë. Ama për tjerat, do më thënë, jam parukjere. Por, duke parë që jeta ndryshoi, gratë fillun duke i ble në për shtëpirat e tyre pjastra, tharse, puna e parukjereve ra goxha ndjeshëm. E pash që isha në një situatë shumë të keqe ekonomike, aq sa mund t'i kisha shtri dorën dhe fëmijëve të mi që ishin akoma të vegjël, nuk ishin për të më mbajt mu, unë duhet ndihmoja ata, jo unë të kërkoja të ato, dhe pse isha divorcuar kisha raport mirë. Edhe shikoja që po hasja vështirësi ekonomike. Pastaj e mendova, do më thënë, si zgjidhje për të ikur në Itali. Shumë pak kohë kam punuar sa për të mësuar gjuhën, si që punojnë gjithë gratë shqiptare me të moshuar, për të kujdesur për to. Dhe më thonë, një kujdes për pleshë. Po. Pastaj kam kaluar direkt në muratore. Kam kalu muratore, fillimisht kam filluar me lyerjet, që i dija. Ki dit me lyja? Po. Bëjatisja? Po. Fati që baba i fëmijëve ka qenë një murator, shkoja ndonjëherë mbrapa atij dhe e kisha pak i den, jo shumë. Shumë kam mësuar hap pas hapi në Itali, tani do t'i them, do më thonë. E merja një punë edhe pse ndoshta nuk isha ajo si jam sot, kompletuar si muratore, e merja me atë guximi që po do t'a bëj. Duke parë, duke hap... Edhe pa i ditë krejt? Dhe pa i ditë krejt, hap internetin, bëje, priza kam lidhur, do më thënë, hidraulike kisha bërë, që kur kam qenë me babën e fëmijëve, asistoja ke punit të tia, ke shtëpia ime, do më thënë, kur kishte ndonjë diçka, por që të merja punë të mëdha, e pash vetën, do më thënë, si ta them unë, një femër në udhkryq, edhe puna si muratore më shpëtonte. Më jepte vërtet të ardhura, më jepte vërtet edhe dignitet. Sepse ato vendi, faktikisht unë tani jam shpërngul në Milano, kam qenë në Napoli, edhe kur më keni telefonu ju, Napoli është një vend që ka shumë nevojë për ndërtimin dhe ti duke punuar, ka marrë punë edhe falas, fillimisht. Vetëm me udhëk, i lutesha, thosha, këtë punë do ta bëj unë. E merja falas, edhe normal, mund të më ofronin një drek apo mund të më ofronin kafen, por që nuk shikoja përfitim. Ditët e para mund të ke marrë një punë falas dhe pastaj filloi zinxhir puna pa u ndal asnjëherë. Është interesant se për me lyjë unë e kom pa dhe femna që lyjnë, dhe më thonë bëjatisje bojnë, po prizat elektriken duhet pak logjik, për elektrik